Presidenti Amerikan Donald Trump ka publikuar në rrjetet sociale një video të krijuar nga inteligjenca artificiale ku paraqitet një vizion i rindërtimit të rripit të Gazës pas përfundimit të konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit. Pamjet e videos 35 sekondëshe nisi me skenat të shkatrimit në Gazë të mbivendosura me tekstin Gaza 2025. Më pas, videoja paraqet një transformim të plotë të territorit me një qendër luksoze turistike, të cilën Trump e quan Riviera e Lindjes së Mesme. Në këtë imazh të ideuar, Gaza shfaqet si një vend pushim modern, me hotele luksoze, plazhe të mbushura me turistë dhe fëmijë që luajnë buz detit. Një ndër personazhet e paraqitura në video vihet re miliarderi Elon Musk, i cili shijon peizazhin dhe argëtimin duke shpërndar para për të gjithë të pranishmit. Në skenat të tjera, një grup kërcimtarësh me veshje ekstravagante përformojnë rër, ndërsa në sfond dëgjohet një këngë me tekst që lavdëron projektin Trump Gaza. Video mbyllet me imazhin e një ndërtese gjigande me mbishkrimin Trump Gaza dhe një statuj të artë të Trump me qendër të kompleksit. Pamjet kanë gjatur reagime të shumta, ndërsa mbeten të paqarta detajet mbi planet konkrete për të ardhmen e Gazës.